Mbaj mend ato ditë e marsit kur unë edhe Ibrahimi në ato tavolinat e Rockhartit kemi diskutuar se çka me bo pas një pune të përbashkët në radio këtu në Suarek dhe më pas informacionet që i kishim edhe burimet që i kishim nuk kishim ku me i plasu. Unë në atë kohë shkruaja në blogun tim edhe fillimisht ideja ka qenë me bo një blog. Një blog i cili ka me pas opinionet neve dyve, po edhe të njerëzve tjerë intelektual, nëse mu imi qujtë intelektuale, apo edhe njerëz cilë të pak të ndinë me shkru të Suarekës aty. Duke u zhvillu ideja, krejt rasisht, portalet Bajegi In, edhe më bo shumë, po në Suarek mund ngonte një diçka e tillë. Edhe vendosa me bo një portal. Emri Theranda Post, fakt është totalisht e Orhan Haxhës. Kemi diskutuar mbaj mend një javë ditë, a do t'jetë Theranda Post, apo qysh do t'jetë emri, mirë po, u duk që do t'jetë ma pranueshme për opinionin si Theranda Post. 10 prilli, dhe më thonë mbrëmja diku nga ora 8 e 10 prillit, unë kam shku deri te Kreshniku, ku e kam bo edhe logën që është edhe tash. Me ato shkronja, me atë emën, edhe jam kthy në banesën time këtu në Suarek, edhe kom qitë lajmin e parë. Lajmi i parë ka qenë fillimi i nismës për Kosovën në Suarek. Përprit shumë mirë, megjithse u vrejt që do të ishte një mungesë që ma vonë do ta plotësonte gjithat mungesën e përhershme gjithë masës së opinionit për nevojën e një gazetarie online në komunën e Therandës. Ditë pas dite erdhe dhe hapja e portalit, taman, sepse fillimisht një muj e gjysmë kemi qenë vetëm në Facebook si fanpage, me matë një herë masën apo në lexojnë, edhe pam interesimin edhe u hap portali. Gjithë gazetarët e Theranda Postit bojnë shpeshherë shako me mu thojnë çdo dëshirë ka nevojë për një mungesë sepse e përmendin shpeshherë këta. Fakt që ashtu ka ndodhur. Dëshira ka qenë e gjithë njerëzve këtu që me qenë një portal informativ, një dritare informuese, ta cekim kështu në mënyrë specifike e gazetarisë online. Mira ka qenë kur edicioni i lajmeve në radio-televizionin e Kosovës, radio-televizionin, do të thonë, shtetëror, fillon me citim të Theranda Postit si portal vendas i Suarekës. Edicionin e lajmeve nisi me një vrasje dhe plagosje në Suarek. Qendra e emergjencës në Suarek ka pranuar një person pa shenja jete dhe 2 të plagosur. Të plagosurit janë transportuar me një herë për në spitalin e Prizrenit, që të 3 janë nga fshati Grejqevc dhe sipas informatave të siguruara nga portali Theranda Post, konflikti ka ndodhur në lagjen Boga. Momenti më i vështirë ka qenë kur dikun mas 2-3 muaje, portali brenda një dite e kuptuam që nuk po funksionon. Atë ditë kemi qenë njerëz më të ngarkuar, besoj unë edhe Orani, se e pom që nuk po funksionon. Mirë po të ju falenderu cecit për pak kohë, muj me thonë për disa orë, e ka rregullua çështja dhe ka vazhdu. Aty e pom që Theranda Post më tash është u lidh me qytetarët e Therandës edhe nuk pat më kush edhe që e ndalë. Çka është më e mira dhe çka them që nuk është moment i mirë, është po gjitha është e mirë. Ne kemi kontribuar që në Prishtinë të diskutohet për Suarekën, të ndalin njerëz në rrugë, njerëz të njohshëm, njerëz të artit, politikës, gazetar, të ndalin dhe thonë unë pe di më shumë çka po bëhet në Suarek se sa në Prishtinë. Edhe kjo ka qenë shumë e mirë tu e bashkërandu këtu edhe atë që Theranda Post, po e them pa pikë modestie dhe me plot gojë që e ka ngrit qytetarinë aktive në Suarek. Tash me Theranda Postin, unë po mendoj që vendosim na që po shkruajmë edhe po angazhohemi, po mendoj që vendosë Suareka se sa lexon edhe sa na përkran ato që lexojmë. Unë po du me bëni një falënderim të veçantë, nuk e njoh asnjëri nuk e njoh personalisht, po janë diku rreth 2-3 mijë dhëtar nga pikërisht nga Gjermania, Italia, Zvicra dhe Slovenia, cilët hyjnë çdo ditë në portal dhe e lexojnë. Ne do të vazhdojmë të shkruajmë edhe e mira është se tash ka një mend debat në Therandë. Nuk ka lidhje, ndonjëherë mund jetë një lajm për pozitën, për opozitën, kundërshtit mes tyre, po sidoqoftë ka lajme. Edhe sot lirisht mund të kërkoni edhe në Google ose gjithandej nëpër internet, ka shkrime, shkruhet edhe flitet për Therandë.